Miq të FSHF-TV ju përshëndes dhe uroj mirëseardhje në stadiumin Air Albania, aty ku skuadra e vajzave kombëtarja e Shqipërisë do të zhvillojë ndeshjen e kthimit në Nations League përballë skuadrës së Çipros. Ky është formacioni i vajzave Kyçezi. Kanë i parë pikërisht për Armir Grimajn. Ka nisur kështu kjo sfidë me topin e parë nga qendra për vajzat shqipriote. Megi Doçi ja për në kraun tjetër mundësi e mirë tashmë Krasniqi, vjen kjo goditje, topi shkon në rrjet, shënon Shqipëria. 1-0, minuta e 16 kalon përpara Shqipëria me anë të qëndresa Krasniqit. Tjetër top drejt sulmit Megi Doçi ka mundësi, vjen kjo goditje Doçit. Topi devijohet nga portierja Matiu. Megi Doçi Simi drejt zonës, mundësi e mirë dhe më pas kjo goditje, topi shkon në rrjet, shohim 2-0. Realizon Sara Begallo, është i rregullt pozicioni, minuta e 38. Vjen i dyti gol për vajzat tona. 2-0. Vjen kjo goditje, topi që devijohet. Për në golit të tretë tashmë Shqipëria. Simi drejt zonës, mundësi e mirë dhe kjo top që devijohet, çfarë mundësie humbet Shqipëria për të realizuar golin e tretë. Kjo rivënie mundësi e mirë, tashmë shohim të pasim në qendër, Sara Begallo është penguar dhe ka penalti në favor të Shqipërisë. Niset Megi Doçi, kjo goditje që shkon në rrjet, shënon sërish Shqipëria 3-0. Minuta e 67. Vjen i treti gol për Shqipërinë dhe ky është një gol i cili jep shumë qetësi. Këtu vjen vërshëllima, mbyllet kështu kjo sfidë në Air Albania. Shqipëria fiton 3-0 përballë Çipros dhe qëndron në Ligën B të Nations League.